Pas këtij testi ka pasur një raport të AKI-s, i cili është bërë diku nëse nuk gaboj në vitin 2011, i cili kanë nxjerrë disa struktura që kanë qenë të papërshtatshme. 40 e diçka zyrtar të lartë që nuk i kanë kalu testin e AKI-s. Tash, po ashtu përpos këtij testi ka pasur një raport të AKI-s, i cili është bërë diku nëse nuk gaboj në vitin 2011, i cili kanë nxjerrë disa struktura që kanë qenë të papërshtatshme. Edhe ai raport është në fjok. Pse? Është e vërtetë se kanë qenë dikun rreth 40 e diçka zyrtar të lartë që nuk i kanë kalu testin e AKI-s. Është tentu të iniciohet nga inspektorati policor një hetim i detajum rreth atyre rasteve. Është fillu, është ndalu, nuk i di arsyet. Nuk i di arsyet. Unë besoj se ndoshta edhe për arsye politike, sepse kanë prek grupet e interesit, sepse unë e kum pas një bindje që policia përveç që kontrollohet nga mrenda, kontrollohet edhe nga jashtë, sepse ka grupet e interesit që i kanë raportet shoqërore, raportet miqësore, raportet e mahershme, strukturat e mahershme dhe kanë tentu që edhe ata të bëjnë një lloj kontrole apo të avansojnë. Unë e di kur një grup të reshterve i kem avancu, njëri për më thot ta prej grupit tonë, tha 5 e kalun, thash cili grup, çfarë grupi? Ne s'duhet kemi grup, edhe jenë pjesëtar të policisë, dhe tha do t'ju ftoj, thash, nëse më thonë si pjesëtar të policisë, jemi gatshëm me ardhur edhe me pi një kafe dikun. Por nëse mendon si pjesë e grupit, harroje këtë punë se nuk bashkangjitem. Po flisni që ka grupe mbrapa. Ka grupet interesit që i kanë do raporte të mahershme, cilat me fanatizëm mundohen që ato të ruajnë edhe të ngrisin edhe të avancojnë personat e saktuar, por unë nuk e kum pa ndonjë vullnet që përkrohen profesionistët e mirëfillt, njerëzit që vërtet kanë mundësi me dhënë një kontribut shumë më të madh se ai aktual, për arsye se unë s'di kush e ka mendu ato, por një pjesë bukur e mirë e kolonelve që kanë dhënë kontribut me vite, jenë cilësit këshilltarëve që nivel rajonal, nivel drejtorisë përgjithshme, cilët asgjë nuk bojnë, askush nuk i sheh as që vinë në punë, morin paga bukur të majme për standardin e Kosovës. Kjo punë, kolonel, je prori policisë, ke pas një pozicion, dhe kalon këshilltar i komandantit të rajonit. Kalon këshilltari i cili kur s'pyet as me të këshillu, as nuk thirr as në takime, as ata persona lirisht mund dikush të verifikon, as nuk duken në punë, ata shkojnë mëngjes vetëm paraqiten aty edhe kthehen e bojnë një tek në sistem edhe. Këto lëvizje janë interpretuar si shkarkime. Po në anën tjetër njerëzit vazhdojnë me marr pagën e njëjtë dhe gradat e njëjta. A pse nuk ka guxim brenda policisë të Kosovës me nis procesin e degradimit, pra, nëse dikush e ka pas një gradë. E kemi në atë parapamë dhe sistemin e degradimit, nëse dikush ka bën ndonjë shkelje, ka mundësi që degradohet. Është e parapamë me ligji i policisë, e parashef edhe një gjë të tillë. Prej përvojës time nuk di që ka pas kolonel ose nën kolonel ose major të degraduar, të paktën prej danave që unë i kam deri tash. Po unë besoj se nuk ka pas as arsye dhe nuk ka pas as argumente për me degradu dikend. Po nëse dikush prej nëse dikush prej drejtorit të një shtylle të hetimit shumë të rëndësishme, kalon në këshilltar të drejtorit të stacionit ose të drejtorit të regionit, kjo është një mosbesim i institucionit ndaj pozicionit. Nëse ai kalon si këshilltar i mirëfillt dhe vërtet dikush e këshillon ato dhe konsultohet me të për ndonjë çështje caktuar për çështjet e timeve që e përmend edhe ju, është pozitive dhe është e mirë. Por nëse kush nuk interesohet, ai apo shkon në stacion as po shkon apo i thojnë s'ki nevojë me ardh hiç, edhe qëndron te shtëpia, ai degradim për mua është i papranueshëm në atë formë.